Sali Berisha le të hapur mundësinë e qëndrimit në shesh përpara kryeministrisë pas protestës kombëtare të 10 shkurtit. Në një bashkëbisedim me qytetarët përmes platformave online, Kryedemokrati kërkoi prani të lartë të qytetarëve në protestën e radhës kombëtare. Gjatë këtyre ditëve janë me qindra qytetarë dhe qytetare që kërkojnë me shumë të drejtë që në protest të mos largohemi nga sheshi pa realizimin e qëllimit tonë. Kjo është një kërkesë jashtëzakonisht e drejtë dhe rruga e vetme efikase për të larguar këtë regjim nga pushteti. Por kjo kërkon nga secili nga ne që të bindim gjithnjë më shumë qytetar se qëndrimi në shesh për sa kohë derisa të largojmë regjimin është rruga më e sigurt e fitores tonë. Ju garantoj se drejta saj në mënyrë të pandalshme do të shkojmë. Për këtë Berisha ka edhe një porosi për të gjithë ata që do të jenë në protestë. Kërkohet që secili opozitar të përgatitet për protestë të qëndrueshme, të përgatitet për një kryengritje të pandërprer